Në studio kemi një vajzë shumë të talentuar me një zë që ka bërë përshtypje tek publiku. Së fundmi ajo ka qenë pjesë e rubrikës Talent në shtëpi, ku tregoi talentin dhe pasionin e saj për muzikën. Por më shumë ajo do na flas për jetën e saj personale, ëndrat e saj dhe çfarë planesh ka në vijim. Përshëndetje. Përshëndetje. Seliana Liça. Je shumë e bukur live. Faleminderit shumë. Je më e bukur se ç'dukesh. Shumë faleminderit. Dhe jam shumë e lumtur që në studio kam vajza po kaq të bukura dhe të qeshura sa ti. Faleminderit shumë. Atëherë unë dua ta nis me një pyetje, me një përshkrim për veten tënde, për të gjithë ato që nuk të njohin. Atëherë, shumë mirë që do ma bësh të pyetje, sepse e di që në dukje gjithmonë jam dukur mendje madhe. Dhe por që dua t'rregoj që jam një vajzë shumë e thjeshtë, modeste, me karakter tepër të fortë, eci përpara me vepra dhe asnjëherë me fjalë. Dhe Okej, s'ka gjë. Ke qenë gjithmonë kështu, si ka qenë fëmijëria jote? Fëmijëria ime ka qenë periudha më e bukur e jetës time. Duke qenë se jam lindur e rritur në një qytet të vogël siç është qyteti i Ersekës. Duke qenë se ishte qyteti i vogël, ishte edhe qyteti i sigurt, prindrit na linin të sigurt, të rinim jashtë nga mëngjesi deri në darkë, rinim gjithkohës duke luajtur, kam qenë edhe pak çapkëne faktikisht. Merja rreziqe, si thua, shkoja në pyllëzime, në vende të ndryshme kështu, kam qenë pak dhe Po sot i merr këto rreziqet? Unë faktikisht si shenjë dashi që jam, kam dëshirë të marr rreziqe, jo të tilla, por që rreziqe të llojeve të tjera. Cili është rreziku i fundit që ke marr? Rreziku i fundit. Mund të quhet edhe si rrezik hyrje në talent në shtëpi, pasi kisha edhe shumë vite që nuk merresha me muzikë. Okej, më qemi tek muzika. Kur e kuptove që kishe talent për muzikë? Pjesën e talentit për muzikë e kam kuptuar që në vegjëli, kam qenë rreth moshës 4-5 vjeçare. Nga kush e more këtë talent? E kishe të trashëguar apo ishte vetëm talent që të doli? Ç'është e vërteta, unë gjithmonë kam menduar se nuk e kam pasur të trashëguar, por po bën gati 1 muaj, 2 muaj që unë kam dëgjuar babin dhe xhaxhin tim duke kënduar dhe kuptova që e pas kam pasur trashëguar. Kush ishte mbështetja jote e parë? Mbështetja më e madhe gjithmonë ka qenë familja ime, patjetër, sidomos mami. Çfarë marrëdhënie ke me mamin? Me mamin kam një marrëdhënie sinqerisht jo si nënë e bi, por më tepër marrëdhënie si dy shoqe. Jam shumë e lidhur me të, çdo sekret gjithmonë e kam ndarë me të, gjithmonë kam mbështetur. Asnjëherë. Asnjë sekret nuk më kanë nxjerr. Prandaj edhe krijohen debate mes mamit dhe babit për këtë arsye, sepse nuk familjet shqiptare. Po. Se ka dhe nga ato nëna që t'i nxjerrin sekretet. Jo, mami im kurr, ndaj kam shoqe shumë të mirë. Është shumë mirë. Cila është ëndra që të ka mbetur që nga fëmijëria, pa realizuar? Atëherë, unë që në fëmijëri kam pasur ëndër që të bëhem këngëtare. Tani jam në rrugë realizimi, por që shpresoj shumë që vërtet të bëhem një ditë. Nga kush frymëzohesh, nga kush këngëtare frymëzohesh më shumë? Të them të drejtën, nuk është se kam ndonjë këngëtare nga e cila frymëzohem. Unë së tepër mi frymëzohem nga pjesa që dua t'i bëj prindërit krenar, dua ta bëj veten time krenare. Nuk është se kam një këngëtar nga i cili frymëzohem. Nuk ke asnjë këngëtar që të preferuar, kam, por që nga i cili mund të frymëzohem nuk kam. Preferuar shqiptar, për shembull kam Dafina Zeqirin, Aurela Gaçen. Ndërsa të huaj Beyoncé, Jessie J, Alicia Keys. Po në një bashkëpunim me këto që sapo përmendë do doje ta kisha? Patjetër që po. Me Dafinën? Patjetër. Sa super mund të dilte. Po super, e di. Tani unë dua të di si është një ditë normale për ty. Atëherë, një ditë normale për mua, çdo ditë e imja ka dhe pjesën e muzikës brenda saj, kështu që këndon në dush? Vetëm dush thua? Çdo lloj momenti jam duke kënduar. Po kur zgjohesh mëngjes janë. Edhe kur zgjohem, madje edhe kur fle duke kënduar. Sa mirë. Sigur i këndojnë nulla vetes time. Sa mirë kjo. Atëherë, përveç muzikës, cilat janë pasionet e tua? Faktikisht jam një vajzë që kam shumë pasione. Jam edhe te arti, edhe te sportet. Më pëlqen aktrimi, më pëlqen të luaj basketbol, më pëlqen shumë edhe boksi, më pëlqen shumë të shkruaj. Si do ta përshkruaje veten tënde me 3 fjalë? Veten time me 3 fjalë. Atëherë, unë jam një vajzë shumë këmbgulse, këmbgul gjithmonë për atë që dua.
Pozitive, jam tepër pozitive, dashur, mbështetëse, këto treja i përmblodat e njëra. Gjithashtu jam edhe shumë mbështetëse. I mbështes shumë të gjithë njerëzit, sepse e kuptoj që çdo njeri ka nevojë për mbështetje dhe Po ti ke mbar këtë mbështetjen që ua ke dhënë? Mendoj se nuk e kam marrë aq sa e kam merituar. Mendoj se kam merituar më shumë mbështetje. Je zgënjur? Zgënjur nuk mund ta thuash se unë e pres nga çdo lloj njeriu, çdo lloj gjëje, por që e pret dhe këtë mos mbështetje. Po, ndaj nuk është zgënjim. Je më shumë tip familjar apo një tip që preferon të kalosh më shumë kohë me shoqërinë, aventuriere, të ndjekësh pasionet e tua? Unë faktikisht të dyja i kam. I kam të dyja në një balans. Kaloj kohë edhe me familjen, e gjej edhe kohën për shoqërinë, aventurat i kam shumë qef, kështu që Aventura me kë? me shoqërinë. Me që se po flisim për shoqërinë. Po në partneritet. Po pse jo, dhe në partneritet të bura në aventurat. Cila është aventura më e bukur që ke bërë? Tash jam pak aventura që Nuk thuhen. jam pak Një aventurë të çmendur. të çmendur. Qa po më vinë mendje mua, nuk janë që thuan në televizione, por gjithsesi. Thuash, jo, këtu jemi në vibe dhe nga vibe që nuk pritet. Pastaj do më vinë 100 telefonata. Nga kur? Kur të shkoj në shtëpi, mos do më kyçin derën pastaj. Okej, një aventurë që edhe pranohet, për Që të pranohet në partneritet. S'kam. I ke të papranueshme. I ke sekret. I kam të papranueshme. Të tjera si janë aventura. Po me shoqërinë. Po me shoqërinë na pëlqejnë shumë këto pjesët e orëve të vona, nuk është se jo që të bëjmë budalliqe gjëra kështu. Del në klub Po, ti? po, patjetër që po. Shumë të shpeshta nuk është se i kam daljet në klub. Po në herë se shumë goca dalin në klub, por edhe djem të tihet botërisht që dalin për të njohur. Të ka rastis të njohësh dikon në klub? Ta them sinqerisht që në klub kur nuk më ka ndodhur. Okej, është normale që çdo vajzë është e bukur, çdo vajzë do ketë ngacmime, por kur në klub asnjëherë. Pse? Thjesht nuk e kam dëshirën. Unë aty shkoj për shefin tim, për të kaluar Po një kohë të bukur me shoqërinë time. tim kështu që të ka ngelit Jo, çfarë? jo. Nuk e kam fare në tipa të pjesë. Apo e din që gjithë meshkujt për një arsye shkojnë. Nuk e kam fare Dali në ku tipa ti të dali. pjesë. Po. Është normale. Meshkujt shkojnë në klub dihet për çfarë arsye ngacmojnë femra dhe Po ka edhe femra që shkojnë në klub. Për jo, e kuptoj, femrat shkojnë në klub edhe për shefin e tyre, por meshkujt që ngacmojnë femrat aty janë me një mendje të gjithë. Kështu që shkon çuni në klub për të gjetur nuse për shtëpi. S'është se ka ndonjë gjë, më kupton, por që po për mentaliteti çfarë i shkon? çunave shqiptare. Për të ngacmuar femra. Për të kaluar një natë të këndshme. E pra këtu doja të dilja. Për të kaluar një natë të këndshme. Okej, ne kemi dhe femra që ngacmojnë femra. Të ka ndodhur ndonjëherë të ngacmojnë një femër? Faktikisht vetëm një herë në klub kam qenë. Nuk është se kam marrë si ngacmim faktikisht, por që gocat më kanë thënë që ju ishte dukur e çuditshme veprimi i gocës në fjalë. Çfarë kishte bërë? Çfarë veprimi? Por që mua afrua dhe po më prekte çiksi shumë faktikisht. Nuk është se ja mora për keq, është e vërteta, isha edhe pak e pirë, por që gocat po më tregonin që sigurisht e normale. Pin ti në klub? Je nga ato tipet që shkon në pin dhe kur zgjohesh nesër mëngjes ke haruar se çfarë ka ndodhur. Unë faktikisht edhe kur pi vetdia më ngel, edhe sikur të pish shumë, një pjesë e vetdijes më ngel dhe ndaj asnjëherë s'kam bërë budalliqe në klub. Domethënë e ke qef alkolin. Nuk e kam qef them drejtën, e pi që të bashkohem shoqërisë. Mos jem ndryshe se të gjitha gocat e Çfarë pinë. efekte shtira të jep alkoli? Alkoli. Po unë jam edhe vetë shumë crazy. Alkoli më bën akoma edhe më crazy. Okej, cila është gjëja më e çmendur që ke bërë në momentin që ti ke pirë alkol? Kur kemi pirë për shembull kemi qenë në një Airbnb me gocat dhe pim alkol, dolëm, kyçëm derën, dolëm një xhiro, kështu ishim komplet pira, aty jashtë do bëm akoma më keq. Kur u kthyem, nuk po gjenim dot derën. Provon unë të gjitha dyert, ju vendosja Chelsea-n, asnjë nuk ishte dera që ne kishim Airbnb. Ngatrova një pallat, gjithë pallatin, gjithë dyert e pallatit i kam kontrolluar. Ne kishim qenë te pallati tjetër.
Më në fund e gjetëm, po gjithsesi. Këto janë aventura shumë të bukura, mendoj që të ngeli në mend gjatë. Po, të bukura janë faktikisht. Çfarë do mbaj mend? Këto janë gjëra që mbahen mend. Regji, nuk e dëgjoj shumë mirë faktikisht, mund mos e nuk e dëgjoj shumë mirë kufjan, Regjin. Po nuk ju doli ndonjë juve që t'ju fton të brenda, gjithë të gocat bukura, ndonjë çun. Po hajde moj, rritë unë. Po të sigurt të dilin ne s'do shkonim. Po pse moj? Po ç'është kjo? Jo. Asnjëherë. Çfarë vlerëson më shumë tek njerëzit? Atëherë tek njerëzit, unë vlerësoj në rreth të parë respektin. Duke qenë se unë jam një vajzë që i respektoj të gjithë njerëzit, pa marrë parasysh asnjë lloj gjëje, e kërkoj që ta marr mbrapsht. Gjithashtu vlerësoj edhe pjesën e mbështetjes, siç e përmenda dhe pak më përpara, që është shumë e rëndësishme për mua. A je tip romantik ti? Unë mendoj se jam. Ku je më shumë? Romantike? Çfarë gjëra romantike kam bërë unë? Këtë do të thuash? Në partneritet, në shoqëri? Faktikisht në partneritet jam shumë. Për pjesën e shoqërisë nuk është se jam shumë që ta shpreh me fjalë ose shumë me shpreh me vepra, por që çfarë ke bërë ndonjë gjë romantike për partnerin tënd? Unë faktikisht nuk kam vetëm këtë pjesën e dhuratave ose surprizave për romanticitet, por që kam edhe gjestet e vogla, fjalët, përshafimet, mbështetja, koha, vëmendja që mund t'i japësh personit, edhe këto gjëra romantike janë, a? Tani, sot zemra jote është e zënë, apo në kërkim? Atëherë, zemra ime është e zënë, lumturisht e zënë, jam në një njohje e cila, falenderoj Zotin, po shkon shumë mirë. Më duket që për momentin kam në krah një person që më kupton, më mbështet gjatë gjithë kohës, siç e thash deri tani jemi shumë mirë, po që shpresoj të vazhdoj kështu. Prej sa kohësh e ke këtë marrëdhënie? 5-6 muaj. Marrëdhënie. Njohje, po që Marrëdhënie, okay. Marrëdhënie të njohje, njëkohësisht. Çfarë është gjëja që e vlerëson më shumë tek ky person? Se më dole shumë jashtë skaletës, unë nuk e dija që ti je lidhur, je në një njohje. Dhe nuk është as pak e çuditshme që një vajzë kaq e bukur të jetë në një njohje. Faleminderit. Unë faktikisht nuk e kam thënë asgjë kundi, po. Mirë, po. Vetëm mami e di një rrethingu shoqëror dhe e ndjeva ta thoja këtu sot dhe e thash. E pra se të ke një telepati besoj që e the këtë sekret. Po shiko tash se edhe meshkujt që do e shikojnë këtë, mos ngacmojnë më shumë, a? Kjo që ka dhe për meshkujt, vajza është e zënë, kështu që kujdes me ngacmimet, e ka dikush në krah. Një fatlum. Cila është gjëja që të ka tërhequr më shumë tek ky person që ti momentalisht je? Pjesa e mirëkuptimit dhe mbështetjes. Po bukurinë nuk ja pen fillim? Po bukurina jo shvill bote, po. Ndër atë pjesë. Ku njoftot? Faktikisht në rrjetet sociale. Që si qesh, vojzi të qesh fytyra, më qeshin. Të qesh fytyra më syt komplet. Më ngriu buzëqeshja. Sa e do nga nishi tek 10-ta? 10. Çfarë do t'i thuash? Jepi një mesazh te kamera me pikë të kuqe. Atëherë duke qenë se ne jemi në distancë momentalisht, i them që më ka marrë malli shumë dhe e kam shumë gjanë. Ka marrë malli? Po si se ka marrë, më thot për ditë. Ta thot. Po si mos e marr malli për mua? Po si mos e marr malli për ty, as unë se kuptoj. Po pra, Tani ta lejmë dashurinë tani atje ku është, se mos na marr, se kam frikë me fol më shumë, do të hanë mësysh moj. Më hanë edhe mësysh mo. Mashallah, my God. Mashallah, më kap shumë syri. Kap syri, beson të syri. Po. Më kap. Unë gjithmonë përse dal nga shtëpia them 3 herë një dua mësyshi se. O nane, këmbët e mia do thyen rrugës. Këmbët të thyhen, por vetëm mos kesh ndarje për çarja. Larg qoft. Larg qoft. Tani le të kalojmë pak tek pjesa e talentit në shtëpi. Si e përjetova të eksperiencë? Ka qenë sinqerisht një eksperiencë shumë e bukur, sepse përveç mësimeve që kam marrë këshillave nga Juria, kam krijuar dhe një shoqëri shumë të mirë aty, me cilët kam filluar të shoqërohem edhe vazhdimisht çdo ditë. Sa mirë. Kishe emocione para performancës? Pafund. Kam pasur pafund emocione. Pavarësisht se mundohesha të mos i shprehja, kam pasur sinqerisht shumë. Nuk është se jam mësuar me televizione faktikisht, dhe është normale të kesh emocione, por që
Edhe duke qenë se ishte dalja jote e parë, duke kënduar, Po. në mos gaboj, Po. por pikët e Juris ishin në maksimale? Po. Si u Juria më ndjeve? ka dhënë pikët maksimale kur kam kënduar këngën Bang Bang të Ariana Grande Jessie J. Unë ndjeva shumë e lumtur, nuk e prisja. Po prindrit, çfarë të thanë atë moment? Prindrit ishin shumë të lumtur dhe unë u lumturova akoma më shumë kur pash që prindrit e mi ishin të lumtur. Po që Po ai është një nga mbështetjet e mia më të mëdha dhe ai normal që ishte i lumtur. si reagoi publiku pas transmetimit? Them drejtën nuk kam pasur asnjë koment negativ, të gjitha kanë qenë komente pozitive. Dhe Sa mirë. kjo gjë më lumturoi shumë se rria gjithkohës duke lexuar komentet. Çfarë Sa mos thoshte shpërndaj sa? koment i ri, kur bëj një koment i ri, hapja me vrap ta lexoja. Po nëse ka komente negative, ç'pun po të prish ty? Asnjë lloj pune. Pra. Asnjë lloj pune, thjesht unë jam pak tip ironik dhe kam qejf t'ju kthej me ironi. Pra, shumë bukur, në momentin që di të bësh autoironi, je super lart. Po pra, atë kam qejf unë ndër. Te janë ndonjërit një autoironi tani. Po. S'të ka Si kujtoj fare komentet negative këtë drejtën, kështu që skip pra kësaj. skip. Kishte rivalitet aty? Unë shumë pak kam vënë rivalitet aty, më shumë kam parë marrëdhënie shoqërore. Gjë që më ka habitur sinqerisht, sepse nëpër kompeticione të tilla ka shumë rivalitet. Po që këtu nuk kishte. A mendon se kjo eksperiencë të ka hapur dyert? Patjetër që po. Patjetër që po. Çfarë pret pas kësaj eksperienca? Pastaj eksperjenca unë faktikisht po merrem edhe me disa projekte të mia, po bëj disa këngë të mia faktikisht. Sa bukur, suksesa. Faleminderit shumë. Dhe gjë që do ndihmoj akoma më tepër, se dihet që ëndra ime është të bëhem këngëtare. Çfarë do të thotë për ty muzika? Muzika për mua është diçka që pa cilën nuk mund të jetoj sinqerisht. Çfarë zhanri muzikor të pëlqen më shumë? Në përgjithësi baladat. Unë gjitha i këndoj por që baladat më së tepërti. Ku e sheh veten pas 5 vitesh? Pas 5 vitesh unë e shoh veten time një femër të pavarur e cila ka realizuar shumicën e ëndrave të saj, një femër e cila ka bërë krenare veten e saj, prindrit e saj. Dhe kështu. Më tepër nuk mund të them se jetës nuk i dihet asnjëherë. Bravo. Jo, kjo është ke të drejtë. Qëndroj e thjesht për këtë pjesë, nuk them unë jam perfekte, do bëhem, jam e sigurt, jetës nuk i dihet asnjëherë, por që këtë ndërroj unë, po. Dhe do të realizosh në momentin që ti ke vullnet, ke dëshirën, patjetër që i realizon. Atëherë kemi disa pyetje të shpejta për ty. Kafe apo çaj? Kafe. Ver apo dimër? Ver. Studio apo sken? Sken. Mëngjes apo nat? Nat. Pse nat? Pëlqen shumë errësira. Po jam vetë dritë. Aty dukem unë errësirë. Bravo. TikTok apo Instagram? TikTok. Qytet apo det? Për të jetuar bëhet fjala apo? Mal apo det? Po unë mal jam rritur, kështu që e kam pak atë mungesën e detit, kështu që det. Det. Kënga që nuk mungon kur në playlistën tënde? Karma e Dafina Zeqirit, që ka dhe një mesazh shumë të bukur. E ku ja dedikon ti këtë? Vetes time. Është për veten time ajo këngë. Kënga e preferuar domethënë është Karma e Dafina Zeqirit. Po. Që e dëgjoj çdo ditë sepse më motivon sinqerisht. Një vend ku ëndron të këndosh. Eurovision, patjetër. Ne kam pasur gjithmonë në ëndër këtë. Një fjalë që të përshkruan sot. Si Juventine e flakt që jam veshur bardhezi, Juventine e flakt. Shi. Ashtu që jam vetëm te arti, jam edhe këtej nga sporti pa. Verior apo jugor? Verior. Pse verior? Tash ti avash për më nxjerr mua. Pse verior? Sepse verior është ai. Po. Të kanë tërhequr gjithmonë veriorët apo ishte ky ai që të surprizoi? Ishte ky ai që un po them verior sepse është ky verior, jo se mund të kenë verior diçka më shumë se jugorët. I shëndosh apo me muskuj? Me muskuj. Do i bëj dhe unë muskuj tash mos më vini re se jam shëndoshur çik po. I gjatë apo i mesëm? Po, s'është problem. Sido që ti. S'është problem. Me lek apo pa lek? Nuk është problem edhe kjo sinqerisht.
Sa e sinqert je për këtë? 100%. Kush më njeh mirë e di që jam shumë e sinqert për këtë pjesë. Makina apo motor? Po unë kam fiksim motorat. Dhe makinat i kam qef, motorat i kam shumë fiksim. Motor. Të dyja. Ja, njërën. Makinë, motor. Apo jaht. Në ditë me shi, makinë. Kur s'ka shi, motor. Po jahtin kur e do. Po jashtë s'kam që dua. Po është aventyrë e bukur mi që të ishe aventuriere. Po mund ta marr me qera një ditë, s'kam që dua ta kem timin. Ah, okay, super fare. Je shumë e mirë. Faleminderit. Më kënaqe shumë. Edhe unë kënaqem shumë. Unë ndjeva sikur jam një person që e njoh ka vite, jo sikur është hera e parë që po të shikoj dhe po flas me ty. Më bëhet qefi. Atëherë me që folëm për gjithçka tënden dhe jam shumë e lumtur që me ne ndave shumë gjëra personale të tua dhe na emocionove, na gëzove, na bëre të qeshim. Tani është momenti që të na performosh pak. Nuk ishte dedikim, se mos e merrni për dedikim. Jo, ishte shumë. Jo, po gjithë njerëzit edhe nëse janë të lumtur dashuruar vdesin për këto këngët me prerje damarësh. Po. Gjithmonë duam ta gjejmë një arsye për të qarë. Po jo, se në momentin që dëgjon diçka me prerje damarësh, edhe të vjen diçka për të qarë, mendoj se hapet një plag. Të ka ndodhur ndonjëherë ty? Jo. Kur? Unë gjërat negative, gjërat e vjetra, plagët e mia mbyllen shumë shpejt dhe nuk hapen kurrë. Tani do na japësh një mesazh për të gjithë vajzat, për të gjithë ato që kanë ëndra. Dua t'ju them që mos prisni të arrini perfeksionin, sepse perfeksion nuk ka asnjëherë, por që hidheni hapin, mos hezitoni kurrë. Të gjithë që sot janë të famshëm ose janë të arrirë, gjithmonë dikur kanë qenë edhe si ne. Kështu që mos hezitoni, hidheni hapin. Je shumë e mirë, të falenderoj shumë që pranove të jesh pjesë e emisionit Vibe. Ja pra kështu erdhëm në fund të këtij episodi të Vibe, bashkë do të shihemi sërish nesër në orën 11. Mos harroni ta ndiqni. Mirupafshim. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.